Shtetet e Bashkuara sekuestrojnë një cistern nafte në brigjet e Venezuelës. Shtetet e Bashkuara kanë sekuestruar një anije cistern nafte në brigjet e Venezuelës, thanë tre zyrtar për Reuters të mërkurën, një veprim që rriti çmimet e naftës dhe ka ngjarë të nxjisë më tej tensionet mes Washingtonit dhe Karanasit. Presidenti Donald Trump ka urdhëruar një forcim masiv të forcave ushtarake amerikane në rajon, duke përfshirë një aeroplan mbajtëse, avion luftarak dhe 10 mijëra trupa. Zyrtarët, duke folur në kushte anonimiteti, thanë se operacioni u drejtua nga roja bregdetare e Shtetet e Bashkuara. Ata nuk e përmendën emrin e cisternës, flamurin e cilit vend mbante ose vendin e saktë ku ndodhi ndalimi. Kontratat e ardhshme të naftës u rritën pas lajmit për konfiskim, pasi u tregtuan në territorin negativ më herët gjatë ditës. Kontratat e ardhshme globale të naftës të papërpunuar Brent u tregtuan me $62.35 për fuqi, 41 cent më shumë, ndërsa kontratat e ardhshme të naftës nërmjetme amerikane West Texas u rritën në 20 cent, $58.46. Qeveria e bregdetare drejtoi pyetje shtëpisë së bardhë, e cila nuk u përgjigj menjëherë kërkesës për koment. Qeveria venezueliane nuk u përgjigj menjëherë një kërkesë për koment. Venezuela eksportoi më shumë se 900.000 fuqi nafte muajin e kaluar, mesatarja e tretë më e lartë mujore deri tani këtë vit, pasi kompania shtetërore PDVSA importoi më shumë naftë për të zbutur prodhimin e saj ekstra të rëndë të naftës. Edhe në presionin në rritje mbi presidentin venezuelian Nicolas Maduro, Washingtoni nuk kishte ndërmarrë asnjë hap për të ndërhyrë në rrjetet e naftës në vend. Eksportet e naftës janë burimi kryesor i të ardhurave të Venezuelës. Vendi është dashur të bëjë zbritje të mëdha për naftën e papërpunuar tek vlerësi saj kryesor Kina për shkak të konkurrencës në rritje me naftën e sankcionuar nga Rusia dhe Irani. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka pohuar se qëndrimi ushtarak i Shtetit Bashkuar në Venezuelë synon rrëzimin e tij nga pushteti dhe marrjen e kontrollit mbi rezervat e mëdha të naftës së vendit antar të OPEC-ut.